Kur Musa a.s. po kalonte Antakin në rrugë për në Palestinë, u lodh shumë dhe i u drejtua Allahut të madhëruar me lutje për ndihmë. Allahu i madhëruar i tha: kur të kalosh pranë një mali, do të takosh një rob timin. Kërko nga ai që të gjejë diçka për t'i hipur, se ai do ta gjejë. Kur arriti Musa a.s. tek ai mal, pa një nga robërit e Allahut të madhëruar, duke e falur namazin. E priti derisa përfundoi namazin, pastaj i dha selam dhe i tha: o rob i Zotit, më duhet diçka për t'i hipur dhe për të shkuar në Palestinë. Djaloshi shikoi sa në të djathtë dhe në të majt, dhe më pas ngriti shikimin lart drejt qiellit, ku pa një re të cilës i tha: o i re, eja zbrit poshtë që të hyp ky rob i Allahut dhe dërgoje deri në vendin ku ky dëshiron. Reja zbriti derisa unë gjitë për toke, dhe pastaj Musai a.s. hipi mbi të. Subhanallah, thoshte Musai a.s. derisa po udhëtonte me mjetin me luksoz në botë. Allahu i madhëruar i tha: o Musa, a e din se përse ja kam dhënë këtë mirësi robit tim? Ndërsa Musa a.s. u përgjigj: jo, o Zoti im, jo, nuk e di. Atëherë Allahu i madhëruar i tha: ai ishte prej atyre që e dëgjonte shumë nënën e tij, i aplotësonte të gjitha dëshirat, e sidomos në momentin e vdekjes së saj, nëna e tij ja kërkoi një dëshirë që ishte shumë e vështirë për ta realizuar. Ndërsa ai rrezikoi jetën e tij dhe gjithsesi ja plotësoi me devotshmëri e dashuri dëshirën e nënës së tij. Në atë moment, nëna e tij u lut: o Zoti im, ashtu siç ma plotësoi mua kërkesën time, ashtu edhe ti plotësoja kërkesat e tij. Nëse ai më kërkon mua edhe më shumë, unë do t'i jap dhe nuk do t'a refuzoj lutjen e tij. Dëgjuat emisionin Tregime të zgjedhura. Tekstin e lexoi Eliesa Ahmeti. Incizimi u mundësua në radio produksionin Zëri i Shtimës.